Të dashur ndjekës të podcastit në Universitetin Mesatar të Shqipërisë, mirëmëngjes. Jemi sot në një takim krejt të veçantë. Në krahët e mi janë dy doktorantët e parë të Universitetit Mesatar të Shqipërisë, të cilët sapo morën diplomat nga Komisioni i Vlerësimit, pasi kaluan të tëra procedurat e mbrojtjes së disertacionit, dhe po I prezantoj me njëherë në krahun tim të djathtë, Jona Marashi, Jona Urime. Faleminderit. Dhe në krahun tim të majt, Elvis Gjori, Elvis Urime. Faleminderit. Nis kështu Universiteti Mesatar një histori të re të nivelit të tretë të studimeve, që janë nivelet doktorale, dhe si në çdo histori, hapat e para mbeten në kujtesën institucionale. Pra, kemi këtu dy doktorantët e parë, si të themi, dy gur themeli në historinë e universitetit tonë. I ftova me njëherë për t'i marrë emocionet e para dhe po e nis për barazi gjinore, besoj me jep të drejtë, me zonjën Jona Marashi. Zonja Jona, një eksperiencë e veçantë në jetën tuaj, 3 vjeçare, çfarë ndjeni në këto momente? Shumë emocion, shumë e gëzuar, bas shumë pune, një arritje shumë e madhe. Ju, me sa jam I informuar për mes udhëheqësit tuaj, keni pas një temë shumë të ndjeshme, barazia gjinore në arsimin e lartë dhe tavani I qelqt në lidhje me këto fenomene që na ndodhin. Për ata që na ndjekin, tavani I qelqt është një nocion që përdoret për të evidentuar faktorë që duken si dytësor, po që luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e ngjarjeve, në fenomenologjinë e përgjithshme dhe në dukuritë që evidentohen. Unë ju uroj sepse gjykoj që ky studim që keni bërë ju do ta ndihmojë shumë qeverinë shqiptare, ekspertët e fushës për të mbushur detyrimet e kapitullit 25 të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, I cili është për shkencën dhe për arsimin e lartë. Pa humbur kohë në mënyrë të përbledhur, sepse nuk është vendi, a mund ta thuash 2-3 gjetje të rëndësishme që ty vërtet të kanë bërë përshtypje dhe I ke evidentuar në punimin tënd doktoral? Po, patjetër. Ne kemi bërë shumë punë, kishim objektivat mëdha, donim ta kuptonim pse kishte pabarazi, kush janë arsyet. Ka shumë arsye që ka pabarazi gjinore dhe pabarazia gjinore vazhdon është në shumë fusha, po në institucionet e arsimit lartë, ne vetëm këto studiuam dhe e vumre që edhe këtu kishte, dhe varet nga statusi që ke, varet nga nëse je profesor I asociuar, kush e vëre që ka pabarazi. Sa më poshtë jesh, aq më pak e vëre pabarazi. Sa më lart je, I shikon njerëzit poshtë dhe shikon se çka ka ndodhur. Ne një gjë që e dim të gjithë është që femrat bëjnë shumë punë. Bëjnë më shumë punë se burrat, dhe këtë e vumre dhe gjatë studimit, dhe është një gjë që e dim të gjithë, po nuk e themi gjithmonë, sepse gratë bëjnë shumë punë të papaguar në shtëpi. Dhe kjo I ndalon gratë nga avancimi në shumë gjëra. Për shembull, një nga gjërat që vumre ne është që nëse një femër dhe një mashkull në të njëjtin pozicion në institucionet e arsimit lartë, I jepet një mundësi që të udhtojnë jashtë, bën një specializim jashtë. Po pra, më bëri përshtypje ky përfundimi juaj shumë interesant. Kur shikojmë në aspektin demografik, më shumë kemi në arsimin e lartë pedagoge. Kur vjen puna për kualifikime brenda, po sidomos I jashtë vendit, ka një prioritet më tepër grupi I profesorëve, I pedagogëve, pra I meshkujve. Dhe ky është një realitet I ndjeshëm që na brengos, apo jo, se si ka mundësi që ato mbajnë gjithë peshën e universiteteve dhe kur vjen puna për kualifikime, shkojnë burrat. Jona, kam edhe një pyetje. A jemi në një prirje pozitive të një egoje të motivuar të femrave për të marrë tituj dhe grada shkencore? Mendoj që sa më shumë kalon koha, gratë kanë filluar kërkojnë më shumë, burrat për më tepër kanë filluar ndihmojnë më shumë, edhe mua personalisht nuk pëlqen fjala ndihmojnë, sepse
një burr nuk e ndihmon një grua. Apo jo, se të dy keni fëmijët bashkë, të dy do ta kenë përgjegjësinë për fëmijët, përgjegjësinë për të marrë një rrogë sa më të mirë. Kjo është një nga gjetjet e tjera që pam neve, që gratë kur marrin rroga më të larta, thonë mora një rrogë më të mirë, u ngrita në përgjithësi, kurse burrat është një gjë normale për ata që të marrin më shumë se gratë. Ndoshta gratë e marrin me merit, ndërsa burrat e marrin se janë meshkuj. Kjo nuk është fenomen që ndodh vetëm këtu, është fenomen që ndodh në gjithë botën. Edhe në botë, ashtu është. Dhe gjithandej ka pabarazi në pagesë, pabarazi në kush merr një promovim, kush ngrihet përgjegjësi e tjerë. Kam një pyetje tjetër specifike pa ju humbur kohë. Unë pata mundësi të shikoja edhe matjet statistikore dhe jam habitur me metodat që keni përdorur. Kam përshtypjen se dhe institucionet specializuara këtu në Shqipëri nuk e kanë këtë kulturë statistikore. Mund për ata që në ndjekun 2-3 mendime të shkurtra. Kjo tema që bëra unë është një temë që unë e kam filluar që ta studioj që në universitet. Unë kam qenë në një shkollë që është vetëm e femra, quhet Simmons University në Boston, dhe atje kam filluar për herë të parë e kam studiuar për herë të parë si fenomen, sepse duke qenë që është një shkollë qindra vjeçare që ka qenë gjithmonë vetëm me femra, ka ato kishin për bazë shumë gender and inequality në çdo klasë që bënim ne. Kështu që këtë studim e kam filluar që është një pasion i hershëm. Po, është pasion i hershëm dhe kam filluar që atëherë dhe kam bërë. Nga pasion u konvertua në një studim shkencor në nivel doktoral. Po, dhe këto dhe kam përdorur pothuajse të njëjtat metoda. Po. Që atëherë deri tani. Kjo është një gjë pozitive edhe për arsimin tonë të lartë, sepse ky është kuptimi mbi mobilitetin në arsimin e lartë, që një shqiptar që mund të jetojë në Europë, mund të jetojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kualifikohet, shkollohet atje, po ajo metodologji që ai mëson në universitetet më të përparuara vjen dhe përdoret në një realitet tjetër. Në këtë kuptim dia bëhet globale. Kjo dhe sample-i që bëm në fillim ne donim bënim një sample size më të madh, donim bënim gjithë Ballkanin. Por mund ta bëjmë, po një gjë që vum re është që nuk ka shumë data nuk ka shumë informacion, shumë të dhëna për mungon kjo kulturë në rajon. Sidomos në Ballkanin. Në Amerikë ka shumë. Dhe kur kam bërë atje, se kam vazhduar edhe në master, po të njëjtën gjë, atje kishte shumë informacion. Ka më shumë informacion për të ardhurat, ka më shumë informacion për punën e papaguar. Çdo gjë hidhet në sistem online dhe ke një. Kurse këtu ishte pak më vështirë dhe sample size-in e kishim më të vogël. Para disa muajsh ka ardhur një i deleguar i departamentit State Department amerikan, i ngarkuar, ai kishte bërë dhe në Harvard, me origjinë shqiptare nga Berati, por një American citizen, i ngarkuar për të ndjekur arsimin e lartë në Ballkan. Dhe një bisedë të gjatë që bëra me të, mbas takimin zyrtar, patëm mundësinë të bisedonim, mendimet e mia i pëlqyen edhe ndruam edhe email-et e tjera. Pikërisht ai këtë evidentoi sepse ishte ngarkuar për Ballkanin perëndimor, që është e vështirë të komunikosh përmes të dhënave. Sepse nuk e kanë ende këtë kulturë. I gjen të fragmentizuara dhe jo në mënyrë të organizuar. Jo na unë të uroj nga zemra dhe të sugjeroj nga përvoja ime që ti duhet ta botosh këtë në një monografi. Madje do të ishte mirë që në mënyrë të përmbledhur të botohej edhe në anglisht, pra të ishte shqip dhe anglisht, në mënyrë që të ndihmoj edhe jashtë vendit për ata që kanë interesa dhe pse jo përmes universitetit mesatar ta shtrim këtë studim edhe në shtetet tjera të Ballkanit, pakën në këto shqipfolse, Kosovë, ajo ishte ideja në fillimisht, Kosovë, Maqedoninë, Malzi, pastaj edhe me gjërë. Tashim lejo, faleminderit juve, ti drejtohem Elvis, besoj se edhe ti ndan të njëjtën gjë që tha parafolsja, pra emocioni i parë kur të dorëzua diploma. Po, faleminderit profesor. Kënaqësia në radhë parë është për universitetin që më dha mundësinë të studioja këtu, pse me profesor të nderuar, që kanë qenë gjithmonë një shtys e fortë me sugjerimet, po dhe me kritikat që
janë element thelbësor për të vazhduar dhe për përmirësuar gjithmonë e mëtej. Emocionet e para emocioni i parë që më them është një lehtësim, një satisfaksion. Një të vështirë. Gjithmonë, siç tham pak më parë, ekziston gjithmonë një emocion. Dhe në momentin më final, kur mendosh një moment gëzimi, gjithmonë ekziston një emocion. Edhe gëzimi është një emocion që shkëndijos shpirtin. Sepse kjo vjen si pasojë një pune të gjatë, të mundimshme, por që sjell ato frutet e veta. Dhe në fund fare sjell edhe kënaqësinë, satisfaksionin. Çmendim keni për profesoresh Greta Angelin, që ju që profesor doktore. Ajo është një grua shumë e fortë dhe që nuk bën kompromise. Po, kënaqësi që e kam pas mentorin tim, në radhë parë ka qenë një grua plot me optimizëm, pra përveç profesionalizmit si profesoresh, ndihmës së saj, rekomandime, sugjerimet, por në radhë parë është edhe çështja në fund akademike duhet të jenë dhe human. Ky është mendimi im dhe optimizmi i gjerë e ndihmon shumë sepse patjetër sepse doktoranti mund të ndihet ndonjëherë me pengesa dhe është proces i punës si një doktoranti sepse kemi të bëjmë një studim shkencor. Dhe ndonjëherë ai ndihet pak në vështirësi dhe i shërben dhe sikur një motivim, një fjalë mirë, optimizëm është shumë e rëndësishme këtë fazë. Po them një detaj, unë jam duke udhëhequr një doktorante, jemi 2 profesor. Dhe kapitullin e parë ka me mua sepse ka epistemologjik në aspektin e filozofisë së shtetit. Edhe më shkruajti para 2 javësh që e mbarova punimin, po u anis, edhe më shkruante shpresoj që të mos ju zhgënjej. Edhe unë i përgjigja, nuk ka vend për zhgënjim, ka vend për përmirësim. Dhe ajo më bie shumë mirë me këtë që i thash, tha po më jep shumë kura, patjetër i thash, unë besoj ke ju, prandaj i kemi hyrë kësaj pune. Kjo është pikërisht dhe qasja që duhet kemi dhe ne ndaj studentëve. Domethënë dhe unë aktualisht jam lektor dhe qasja që ndaj studentëve asnjëherë nuk është penalizuese, por është gjithmonë motivuese. Një mendje hapur është njëkohësisht edhe një zemër e hapur, edhe një mënyrë komunikimi frymëzuese, motivuese. Me se jam i informuar, ju keni një temë shumë të ndjeshme, keni të bëni me zhvillimin ekonomik, biznesin në qytetin e Tiranës, pra në kryeqytetin e vendit, si më thënë në zemrën ekonomike, sociale, politike, administrative të vendit. Dhe nëse flasim për integrimin e Shqipërisë, me thënë një pjesë të Luanit, se thonë, e ka qyteti i Tiranës. Edhe në bisedën që bëm bashk, edhe për ata që na ndjekën, dua ta ribëj pyetjen. A ka një kuptim të drejtë për një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë në biznesin që zhvillohet në qytetin e Tiranës? Cilat janë gjetjet tuaja? Po, faleminderit profesor. Përzgjedhja e qarkut të Tiranës, pra kryeqyteti, është sepse është zemra kryesore në cilën për vendin tonë dhe ka numrin më të madh të firmave për sa i përket njësive dhe gjithashtu ka dhe firmat me impakt më të madh për sa i përket të ardhurave. Dhe një studim mbi qarkun e Tiranës do të bënte të kuptonte në një vazhdimsi më tej të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Disa nga gjetjet më kryesore, mund të themi vure një strukturë brisht e sistemit financiar në Shqipëri për këto kompanit, fokusuar e kompanit e mëdha. Kjo për shkak të informalitetin e ekonomi, por dhe gjithashtu dhe tregjet financiare ose tregjet të kapitalit që janë aktive, por jo funksionale. Pra nevojitet që ato të bën funksionale, siç po merr hapa të rëndësishëm dhe bursa e energjisë. A mund të bëj një pyetje naive? Po. Naivitetin po e mbaj për vete, ha? Jo për pyetjen, po e bëj si një profan, se nuk jam specialist i fushës. Po si antropolog, kam vënë re që kultura e sipërmarrjes në kompanitë shqiptare me kulturën e financës dhe monetarizmit nuk janë në të njëjtin nivel zhvillimi. Është një perceptimi imi apo ndofta kam qelluar me këtë naivitet që vërtet është ashtu? Po, ndodh sepse kjo është për shkak të masisë së firmave. Pra, mund të themi që në Shqipëri 99.8% të firmave janë SME, ose mund të themi ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Që si pasojë, pronari
mund shpeshherë mund të koncidoj që është i njëjti me administratorin. Që jo gjithmonë është e ndarë struktura, pra pronari është një tjetër dhe administratori ose grupet drejtuese ose menaxherët e lartë janë të tjerë që mund të jenë të profesionalizuar, të arsimuar për këtë gjë. Dhe për këtë arsye mund të jetë kjo pjesë. E di pse u thash të Elvis, edhe Jonas edhe. Erdhi këtu një antropolog francez. Edhe e pyetën që si po duket, sepse për ata që na ndjekin, ne për shembull unë letroj këtu antropologjinë e tregut. Po jo tregut ekonomik. Social entrepreneurship, sipërmarrje sociale. Dhe e bëj me psikologët. Dhe ky antropologu francez tha, keni probleme tha me kapitalizmin në Shqipëri. Pse i than? Sepse një sipërmarrës shqiptar kur flet për një investim financiar thot po hedh sa lek. Termi po hedh sa lek nuk është term profesional. Profesional është po investoj dhe jo po hedh. Dhe ky kuptim sigurisht ka dhe shkaqe historike, sepse në 35 vjet nuk është se mund të ndërtohet kultura e sipërmarrjes, po ajo që tha tash në fund është shumë e rëndësishme. Ka të bëjë shumë me edukimin financiar. Dhe ka analizuar babai i sociologjisë moderne, Max Weber, i cili thotë që të kemi një administratë të fortë, duhen 3 struktura. E para thotë, duhen menaxherët e karrierës. Dhe unë jam i shqetësuar. A kemi ne një database për menaxher karriere në sektorin privat dhe në sektorin publik në rang republike? Nëse se kemi, ose e kemi të pjesshme, duhet ta ndërtojmë, apo jo? E dyta thot Max Weberi, politikani duhet të kalojë nga shtegu i menaxherit. Modeli amerikan. Nuk bëhesh dot sekretar shteti pa u bërë ndihmës sekretar shteti. Nuk bëhesh dot ndihmës sekretar shteti pa u bërë ndihmës i ndihmësit të sekretarit të shtetit. Shërben që të njohësh proceset. Por gjitha proceset. Si një sipërmarrës i cili ka filluar nga bazat kryesore, edhe një punëtor i thjesht mund të jetë sipërmarrës i suksesshëm, edhe sot në Shqipëri janë pikërisht ato që kanë filluar dhe nga bazat. Po kanë prekur me dorë çdo gjë. Kanë prekur me dorë 70%. Pra njohin çdo proces, çdo hak. Po. Po ky është një problem në Shqipëri se këtu mund të katapultohesh politikan pa qenë menaxher karriere dhe pastaj kemi rezultate që nuk i dëshirojmë në krye të herës. Dhe e treta për ta mbyllur idenë e Max Weberit është thotë që duhen dhe eruditët. Eruditët, domethënë, janë ata specialistë që kanë qenë dikur menaxher, që arrin në nivelet më të larta, ata që prodhojnë ide. Ose përshtaten ndaj ndryshimit. Po, është shumë e rëndësishme. Dhe e parasjellin ndryshimin. Ai e kupton përpara teje se sa. Dhe këtë ide e kam gjetur dhe ke profesor Piore. Profesor Piore është një profesor amerikan që merret me shkollat e ekselencës në Amerikë, po edhe në Amerikën e Jugut dhe ka trajtuar inflacionin strukturor dhe ky inflacion strukturor është pikërisht për këtë gjë që nëse kompanitë e mëdha nuk e kuptojnë që menaxherët e nivelit lartë dhe eruditët nuk janë burim njerëzor, janë pjesë e kapitalit, nëse nuk arrin ta kuptojnë këtë gjë, shumë shpejt mund të ndodhen përballë situatave pa dëshirueshme, nëse dikush nga ata ikin. Dhe kjo vërejtje që ju keni gjetur është me shumë rëndësi që kompanitë në Tiranë dhe në Shqipëri duhet kuptojnë administratori është administrator, menaxheri është menaxher, pronari është pronar, financieri është financier, ndryshe specialist për gjithçka nuk mund të bësh. Edhe një pyetje zoti Gjori, a keni në plan që ta botoni këtë si një monografi për t'u lexuar edhe nga kolegë, nga Patjetër, përveç se kjo të dorëzohet në universitetin e radh parë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe në procedurat e tjera siç janë në biblioteka kombëtare, siç e tha dhe ju profesor, do ishte të botonin dhe në gjuhën shqipe, por në gjuhën angleze një përmbledhje e saj për përdorëruesit e gjerë dhe në rang kombëtar. Edhe për 33 kapitujt e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka kapitull drejt për ekonominë dhe për biznesin, po ka edhe kapituj që ndërkallen në mënyrë indirekte, do të ishte, si të thonit, të dy ju
keni bërë një MRI, një rezonancë magnetike të realiteteve ku jeni përfshirë. Ju në ekonomi dhe në antropoekonomi, ju në arsim dhe në antropo-arsim, dhe me thënë, njeriu dhe ekonomia, njeriu dhe arsimi. Jona, jo se harova, por kështë një bisedë spontane, 2 fjalë për udhëheqësin tuaj të temës. Patjetër, profesor Niko ishte se më vjen fjalën në njëra anglisht, po ishte i mrekullueshëm. Mund ta thuash në anglisht. Ishte amazing. Amazing. Më ka ndihmuar shumë, më ka mbështetur shumë, ka qenë gjithmonë i gatshëm për çdo gjë, domethënë dikë që ti e merr në telefon dhe është gjithmonë i gatshëm për të përgjigjur. Me sa di ju keni bërë disa botime me Scopus në Amerikë. Po, kemi bërë shumë botime. Ka qenë një... Si janë pritur botimet? I ke ndjekur? Po, i kam ndjekur, jam shumë mirë janë pritur. Ka ngjallur kuriozitet, interes? Varet dhe ku janë publikuar, varet nga audienca, disa audienca më shumë se të tjerat, po profesor Niko ka qenë shumë i mirë, shumë i dedikuar, kishte po aq emocione sa unë. Këtë e kam ndjerë. E ke ndjerë dhe ti? Po, se i ndajmë zyrën dhe ai gjithmonë e emocionon dhe ajrin. Po, tamam. Më emocionoi dhe mua më shumë se ç'kisha emocione vetë. Kjo është një përgjegjësie. Është një mirë. Ajo që po diskutoni pak më parë, profesor. Po. Niko është një aset jo i vetëm i universitetit ton, po i fushës ekonomisë, edhe të strategjive të zhvillimit, të financave, të projekteve, është një model. Është model. Ke thënë, s'kam ç'a them tjetër. Pa, është një model. Zoti Gjori, keni gjë për të shtuar para se ta mbyllim? Jo, në përgjithësi këto, do të shtoj edhe gjetje tepër për sa i përket firmave biznesin e madh që studiuan në Shqipëri. Gjetje tjetër është që vure që firmat janë përqendruar më shumë në borxhin afatshkurtër se në borxhin afatgjatë. Kjo pritesh, por kjo përqindje e madhe e firmave ndaj borxhit afatshkurtër tregonte probleme me kredit me furnitorët me këto firma dhe jo realisht duke marrë financim nga bankat. Ndoshta kanë frikë thjesht për sistemi përmbys dhe ka të bëjë pikërisht me probleme liquiditetin. Po, sepse nëse bankat nuk kreditojnë afatgjatë, pse na duan bankat? Probleme liquiditetin që do thotë nuk ka një parashikim afatgjatë të këtyre firmave. Dhe pikërisht lidhem me atë që tham, nuk kam pikërisht një edukim financiar, një menaxher të lartë i cili të shikoj përtej. Profesor Gjori, kjo na frikson sepse kjo ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm. Nëse një kompani nuk riskon për të marrë një kreditim afatgjatë, atëherë ajo vetë nuk është e sigurt në historinë që pason. Koha vrapoi, unë nga zemra ju uroj, jam me fat që jam i pari që ju kam intervistuar, e kërkova këtë, paçka se jam edhe drejtuesi i podcastit në Universitetin Mezetar dhe podcastet në institucionet e arsimit të lartë, janë një nga mediat më popullore, vend të ndjekura. Unë nga zemra ju uroj sukses. Hapat tash do të hidhen edhe më të sigurt, shumë shpejt uroj të jeni profesor të asociuar dhe një të ardhme jo të largët edhe profesor. Nuk është si dikur në kohën tonë që duhet kalonte një periudhë relativisht e gjatë kohe, burokracira të panevojshme, bota sot vrapon. Dhe ju jeni me fat që jeni pjesë e saj. Nuk e di a e shihni veten si pjesë e gjeneratës Z, po dhe nëse e shihni veten si pjesë e gjeneratës Z, ju jeni pjesa elitare e kësaj gjenerate. Nga zemra urime, suksese. Të dashur ndjekës, këtu po japim fund këtij episodi, ndoshta pak i shkurtër, po i ngjeshur. Faleminderit për vëmendjen. Shihemi në episodin e radhës. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.